Në Islam, madhështia e një vepre nuk matet vetëm me përmasën e saj të jashtme, por mbi të gjitha me sinqeritetin dhe vazhdimsinë e saj. Allahu i madhëruar nuk shikon vetëm çfarë bëjmë, por pse dhe sa rregullisht e bëjmë. Pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: vepra më e dashur tek Allahu është ajo që bëhet vazhdimisht, edhe nëse është e vogël. Ky hadith është një parim i madh edukues në jetën e besimtarit. Ai na mëson se Allahu xhaleshanuhu i do zemrat që janë të lidhura vazhdimisht me të, edhe përmes veprave të thjeshta. Pse veprat e vogla por të vazhdueshme janë kaq të vlefshme. Veprat e vogël që bëhet çdo ditë zakonisht nuk bëhet për sy e faqe, sepse nuk bie në sy. Ajo bëhet për Allahun dhe sinqeriteti është qelësi pranimit të çdo vepre. Forcojnë lidhjen e përditshme me Allahun. Kur një besimtar e përmend Allahun çdo ditë, fal 2 rekate, lexon disa ajete apo bën një sadaka të vogël, ai nuk e lejon zemrën të shkputet nga krijuesi i saj. Kjo lidhje e përditshme e mban besimin të gjallë. Ndërtojnë karakterin dhe disiplinën shpirtërore. Vazhdimësia krijon zakon. Zakonet e mira formojnë karakterin e besimtarit dhe e bëjnë adhurim pjesë natyrale të jetës, jo barr. Janë të lehta dhe të qëndrueshme. Islami është fe e ekuilibrit. Allahu nuk dëshiron që robëri i tij të ngarkohet përtej mundësive. Veprat e vogla janë të lehta për të ruajtur dhe nuk e lodhin shpirtin. Shpërblimi i tyre rritet me kohën. Një vepër e vogël e bërë me vite me radhë bëhet mal me shpërblime. Allahu është falës dhe bujari më i madh. Shembuj të veprave të vogla me shpërblim të madh. Dhikri i përditshëm. Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Ekber. Fjalë të lehta për gjuhën, por të rënda në peshorën. 2 rekate namaz sunet çdo ditë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i lënte, sepse këto vepra e afrojnë robin te Allahu. Leximi i disa ajeteve nga Kurani çdo ditë, edhe një faqe apo disa ajete janë më mirë se mos leximi fare. Sadaka e vogël por e vazhdueshme. Edhe një monedhë apo një ndihmë e vogël, nëse bëhet rregullisht, ka vlerë të madhe. Fjala e mirë dhe buzëqeshja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se buzëqeshja është sadaka. Largimi i një të keqeje nga rruga. Edhe kjo është vepër e mirë në Islam. Mesazh për zemrën e besimtarit. Mos e nënvlerëso asnjë vepër të mirë. Mos thuaj është shumë e vogël. Mos prej gjithmonë momentin perfekt për vepra të mëdha. Një hap i vogël çdo ditë është më i fortë se një hap i madh një herë. Allahu i do robërit që ecin drejt tij ngadalë, por pa u ndalur. Edhe nëse bie, ringrehu. Edhe nëse lodhesh, vazhdo, sepse vazhdimësia është shenjë e dashurisë për Allahun. Lusëm Allahun xhaleshanuhu të na bëj prej atyre që bëjnë vepra të vogla me zemra të mëdha dhe i ruajnë ato deri në fund të jetës. Amin.